këtu në studi Shkarazi, dje një krim që ka ndodhur në Prishtinë, dje i obligim të jap disa informacione pa dashur natyrisht të hyjë në çështje të ndjeshme familjare. Një 25 vjeçar, i liruar para jo më shumë se një javë nga burgu, ku ishte në vuajtjet e një dënimi, natyrisht recidivist, ka qëndruar mbrëm në njërin nga kafeteritë në lagjën e tij në Bregun e Diellit në Prishtinë. 2 persona të maskuar në njërin prej skemave më të organizuara kriminale kanë hyrë me qëllim ekzekutimi, duke shkrepur plumba drejt në kokë, pra duke mos lënë asnjë detaj dhe asnjë dyshim se qëllimi ka qenë ekzekutimi i 25 vjeçarit. Ai po lufton për jetën ende brenda QKUK-s në trajtim intenziv, por ajo çka unë dua ta potencoj, me që si gazetar dhe si qytetar e kam për obligim dhe kam qëndruar në vendin e ngjarjes disa orë pas këtij krimi, në njërin nga ekzekutimet më kriminale, siç përshkruhet edhe nga vetë miq që kemi brenda policisë, dje ka pasur mungesë reagimi të rrethit të parë, rrethit të dytë dhe rrethit të tretë të kordoneve të policisë që vendosen në raste të krimeve të tilla. Nëse ka argumente që kanë ndodhur këto kordone, do doja që dikush nga policia të më bindë dhe dua të shpresoj që kanë ndodhur, por ajo çfarë kemi parë ne si qytetar dhe si gazetar nuk është që kanë ndodhur këto kordone të sigurisë. Nuk e di nëse